Jemi rikthyer drejt për së drejti, ndalemi tani në të tjera zhvillime, do të shkojmë në një raportim të kolegut ton Sokol Demba mbi zhvillimet e fundit që vijnë nga policia dhe padyshim nga kronika. Me njëherë lidhemi me kolegun Dema. Përshëndetje Sokol, atëherë pas plagosjes 18 vjeçares në Vilën Gjuta disa ditë më parë, policia ka arrestuar të tjerë persona që ishin shpallur në kërkim? Po në Ertil, përshëndetje, ka qenë një ngjarje e cila në fakt është regjistruar më 14 shkurt pra ditën e Shën Valentinit në ambientet e një hoteli në zonën e Saukut këtu në kryeqytet, ku një vajzë pra 18 vjeçare u vetë plagos në atë kohë dhe një familje e tërë, pra familja Gjuta, u kujdes që të tentonin për të afshehur pra ngjarjen. Kjo nisur prej frikës se ngjarja mund të faturohej atyre. Kanë qenë të shpallur disa persona në kërkim dhe të arrestuar pra në ditën e ngjarjes pas një hetimi kompleks pra të policisë, pasi siç thash pak më herët nuk u pranuan pra që vajza ishte vetë plagosur në ambientet e hotelit, teksa përveç të arrestuarve në atë kohë, mesin e tyre edhe Vladimir Gjuta dhe i dashuri pra i vajzës që u kap 2 ditë më vonë dhe nëna e tij, tashmë janë arrestuar edhe 2 persona të tjerë. Bëhet fjalë pra për Sajmir Gjutën, i cili rezulton të jetë babai i të dashurit të vajzës 18 vjeçar dhe kushiri i tij pra Elvir Gjuta, të cilët janë në akuzë për veprat penale të moskallëzimit të krimit dhe të veprimeve që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Megjithatë, ata tashmë do të hetohen në gjendje të lirë, pasi policia është konsultuar pra me prokurorin e çështjes dhe kanë rënë në përfundimin që hetimi do të vijojë në gjendje të lirë në lidhje me ngjarjen. Theksojmë që edhe sa i përket personave të tjerë, gjykata ka dhënë pra masa më të buta në lidhje me arrestimin e tyre, por që gjithsesi hetimi do të jetë në vim, ai i cili do të zbarë në mënyrë të plotë pra dinamikën e ngjarjes, pavarësisht se nga komunikimet që kemi pasur që në atë periudhë, por edhe më vonë nuk janë gjetur pra indicie që ta çojnë grupin hetimor drejt një piste tjetër përveç asaj të vetë plagosjes së vajzës, e cila në dëshmitë e saj që pas ngjarjes ishte shprehur se ishte mërzitur nga jeta dhe i kishte vendosur pra që tentonte të kryente vetvrasje, gjë dhe veprim që e kishte kryer edhe me prerje damarësh edhe disa herë më përpara.